Abuzimet e mëdha të viteve 2013-2018 në Alpetrol, të zbuluara nga kontrolli i lartë i shtetit, nuk përfunduan me hetim penal, por me ngritjen e një imperiumi privat turistik në Bregdetin shqiptar. Në qendër të këtij transformimi qëndron Endri Puka, ish drejtori i përgjithshëm i Alpetrol, i cili pas shkarkimit nga detyra përdori miliona euro të vjedhura për të ngritur një rrjet kompanish fantazm dhe më pas për të larë kapitalin e tij në një resort luksoz në Lungomare, Vlorë. Raporte zyrtare të kontrollit të lartë të shtetit tregojnë se drejtimit të tij Alpetrol dëmtoi me 10 miliona euro buxhetin e shtetit përmes tenderëve të manipuluar për mirëmbajtjen dhe prodhimin e puseve të naftës, pagesave fiktive të punonjësve deri në 20% mbi organikën reale, dhënies licencave dhe kontratave të shfrytëzimit të naftës në konflikt interesi. Me gjithë këto prova, drejtësia shqiptare nuk e preku kurrë Endri Pukën, i cili u mbrojt nga lidhjet e tij politike me kupolën e pushtetit dhe sipas burimeve të pamfletit, paguajti lirin me shuma të mëdha parash për të shmangur dhe sekuestrimin e pasurisë. Pas largimit nga Alpetrol, Puka themeloi disa kompani në emër të tij dhe të bashkëshortes Ela Puka për të justifikuar qarkullimin e parave. Më pas nisën investime turistike që do të shërbenin si fabrik pastrimi kapitalesh të paligjshme. Më 9 korrik 2018, një prej punonjësve të tij të afërt, Ermir Avdai nga Rrësheni, regjistroi kompaninë AT Oricum ShPK me emrin tregtar Azrar Luxury Hotel në zonën e ujit të ftohtë Vlorë. Kapitali fillestar vetëm 100.000 lekë të rinj. 3 muaj më vonë kompania nisi ndërtimin e një resorti turistik me vlerë 25 milion euro, një investim i pa justifikueshëm për një punonjës që kishte punuar në Alpetrol. Sipas dokumenteve zyrtare, pas ndërtimit të resortit më 30 korrik 2020, Avdai e shiti kompaninë për 10.000 euro shtetasit Konstantinos Moula, një tregtar karburantesh që kishte punuar me kompanitë kontraktore të Alpetrolit dhe Bankers Petroleum në kohën kur Puka ishte drejtor. Më pas, më 28 gusht 2025, Moula i shiti 51% të aksioneve për 510 euro Ela Pukës, bashkëshortes Endri Pukës, dhe 49% për 490 euro Eraldo Shekos, një tjetër ish punonjës i Alpetrolit dhe ujësjellësi të Vlorës që ka shërbyer në monitorimin e kontratave të kompanive të naftës. Në pamje të parë duket si një transakcion absurd, një resort 25 milion euro shqitet për 1.000 euro, por në realitet bëhet fjalë për një skem të rafinuar pastrimi parash, ku punonjësit e tij janë përdorur si ortak fiktiv, ndërsa pronari i vërtet mbetet vetë Endri Puka. Vetëm një javë pas blerjes, Ela Puka ndryshoi statutin e kompanisë, duke futur një klauzul të re, çdo ortak i detyrohet të shes aksionet shumicës me çmimin fillestar të blerjes. Kjo i hap rrugë bashkëshortes së Pukës që ta marrë 100% të pronësisë, duke e legalizuar pastrimin e pasurisë nëpërmjet dokumenteve ligjore. Burimet e pamfletit pohojnë se Azar Luxury Hotel është sot resorti më i madh privat i ndërtuar nga ish funksionar publik me para të padeklaruara, një rast tipik që duhet ishte në kompetencë të SPAK-ut për hetim mbi pastrim parash dhe korrupsion të nivelit të lartë. Nëse ky rast verifikohet nga institucionet e drejtësisë, do të provojë një zinxhir plot korrupsioni nga Alpetrol deri në sektorin e turizmit, ku ish zyrtarët e naftës po lajnë paratë e vjedhura në resorte Buzdetit. Historia e Endrit dhe Ela Pukës është ilustrimi më i qartë i mënyrës se si krimi ekonomik shtetëror transformohet në luks privat. Nga tenderet dhe kontratat e naftës te investimet në hotele me 5 yje, rruga është e qartë, korrupsioni vesh kostumin e investitorit. Tani topi është në fushën e SPAK-ut, ose do të ndjek parat, ose do të dëshmojë se në Shqipëri paraja e vjedhur jo vetëm nuk ndëshkohet, por shpërblet me resort Buzdetit.